Përplasjet dhe rebelimet brenda Partisë Socialiste nuk janë risi. Prej vitesh, fraksione, lobe dhe interesat të ndryshme janë ndeshur mes tyre, por gjithmonë brenda një kufiri të kontrolluar. Në kulmin e këtyre përplasjeve, objektiv kanë qenë zakonisht figurat të nivelit të dytë në parti ose e qeveri. Në sfond, Edi Rama ka shërbyer si rrufepritës, arbitër dhe përfituesi i konfliktit, duke zbatuar me disiplinë parimin klasik për ça dhe sundo. Këtë mekanizëm Rama e ka përdorur në vite për të forcuar pushtetin personal dhe për të mbajtur nën kontroll rrethin politik përreth tij, por situata e fundit tregon se kjo skem ka filluar të dalë nga shinat. Për herë të parë po shfaqen publikisht socialist që nuk sulmojnë më rivalët e brendshëm, por drejtojnë gishtin drejt për drejt nga kryeministri si burimi i problemit. Kjo revolt nuk vjen nga administrata, as nga funksionar që varen nga rruga e shtetit, vjen nga individ ekonomikisht të pavarur, të cilët janë goditur drejt për drejt nga aksionet e qeverisë. Një prej tyre është Vladimir Kosta, ish deputeti i Partisë Socialiste në qarkun e Gjirokastrës, si përmarrës dhe ndërtues, objektet e të cilit janë shempur nga IMT në zonën e Farkës. Prej 2 javësh aksioni për prishjen e ndërtimeve ka qenë intensiv, por vetëm tani Kosta ka dalë hapur, duke publikuar videon e përdorimit të tritolit në banesat e ndërtuara nga kompania e tij.